U rikthyer në studio dashur për të vijuar bisedën me guidën turistike Eugen Muqa, të cilin kam shumë kënaqësi ta kem sot në studio që të bisedojmë mbi turizmin, zgjedhjet ndoshta të vizitorëve, shumë gjëra të tjera më radh. Shumë kënaqësi t'ju kem sot këtu. Ju faleminderit për ftesën. Dua të sqaroj spari apo të diskutojmë ndoshta të na bësh pak më të qartë se çfarë është një guidë turistike faktikisht. Ashtu, në fillim unë dua ta sqaroj çfarë është guide lokal edhe të themi shoqërues turistik, se këto dy terme turistike njerëzit i ngatrojnë. E tani, guide lokal që e kemi ne është ai njeri që kryen shërbime në territorin e Republikës së Maqedonisë, duke filluar prej qytetit të Shkupit, me përmendore që i ka, me bukurit që i ka, me gjitha, të themi, ato bukuri ose përmendore që i tërheqin turistët të vinë këtu, edhe shoqërues turistik që shkon jashtë shtetit, edhe kryen, do të thot, i kryen obligimet ose të gjitha shërbimet të turistëve jashtë shtetit. Kjo nënkupton që përfaqësuesi turistik ose ai që është shoqërues turistik jashtë shtetit e ka me obligim t'i vendos, do të thot, turistat në për hotele, që organizon lokal turist guide. Se shembull, sa të kesh njohuri për Romën, nuk mundesh ti në Romë të jesh guide turistik për shkakun se atje ka ligj për turizëm, ashtu që gjobat janë të mëdha, vetë ta marrish grupën edhe ta udhëheqish në për Romën. E mora shembull Romën se për shkakun Roma normalisht është e njohur për të gjithë, fjala që dim të gjithë rrugët shkojnë në Roma, na çojnë në Roma, do të thotë se kjo është dallimi. E tani, kur flas unë për turist guide lokal, këtu në Maqedoni ne e kemi obligimin edhe e kemi agjendën që me një program të unifikuar ti përfaqësojmë disa pika që janë të rëndësishme në qytetin e Shkupit. Nëse kemi një turë, të themi, në qytetin e Shkupit, ajo turës së pari fillon prej monumenti ku është i Nënës Tereza, tek rruga Makedonia, ose këtu gjendet edhe muzeu i Nënës Tereza. Normalisht se këtu fillojmë me historinë e Nënës Tereza, tregojmë se është nobeliste, tregojmë se ka lindur në Shkup, ka vdekur në Kalkuta, pastaj vazhdojmë në për rrugën Makedonia ose Maqedonia, ku prapi dërgojmë turistët deri tek vendlindja ku ka qenë shtëpia e Nënës Tereza. Normalisht këtu e prezantojmë edhe historinë të Lekës së Madh, Justinian Prima, se Justinian Prima, shumica e turistëve nuk e din se ka lindur në periferit të Shkupit në fshatin Taor. Edhe tani ne gjitha këto i tregojmë që janë interesante për turistët që na vinë prej shtetet e jashtme këtu, dhe ata që them të drejtën din më tepër se sa qytetarët tonë që jetojnë këtu, për fat të keq. Normalisht vazhdojmë me turën duke treguar edhe për urën e Gurit, normalisht që simboli i Shkupit, ashtu që se di sa e dini, sa nuk e dini, se në stemën e qytetit të Shkupit është edhe ura e Gurit edhe maja Lubeten. Maja e Lubetenit që gjendet në malin Sharr, do të thotë se këtu pak të sqaroj, mos mendojnë se është Vodnoja ose mali i Shkupit, por është maja e Lubetenit, maja e Lubetenit. Pastaj normalisht se vazhdojmë në Çarshinë e Vjetër. Çarshia e Vjetër është një trashëgimi kulturore që ne kemi prej periudhës të Osmanlive, edhe është një prej çarshive më të mëdha në Ballkan, ku këtu kemi disa pika që ne e afirmojmë, tregojmë për Çarshinë të Vjetër, duke treguar shumë storje për Çarshinë e Vjetër. Shkojmë te kisha Sveti Spas ose Shën Spas,
kalaja e Shkupit, por nuk harrojmë të tregojmë këtu edhe për xhaminë Jaja Pasha, që është një prej xhamiave me minaren më të lartë në Ballkan, po pothuaj edhe në Europë. Edhe kupola që është e xhamisë është dikun 15 metra në diametër, që të thotë se sipas burimeve të ndryshme, kjo është studiuar nga shumë historian, gjeograf, dhe është konstatuar se vetëm në Edrene edhe në Istanbul kemi xhamia, do me thonë, me minare më të lartë. Pastaj, normalisht se këtu shkojmë edhe tek xhamia Isa Bek, që është një kuriozitet i madh, të tregojmë për rapin ose qinari druri, që është i vjetër 550 vjetë, që është një kuriozitet shumë i madh. Edhe turistët, kur i tregojmë këto gjëra, ato frapohen, do me thonë, janë të themi të mahnitur nga ajo që ekziston në një vend të vogël. Këtu dua ta shtoj se në afërsi të Shkupit, në rrethin e Shkupit, e kemi edhe akvaduktin Romak, për fat të keq që nuk është investuar fare këtu. Unë si geograf, si ekologjist, si turist guide, kam qenë edhe në shumë akcione ku është pastruar këtu. Kishte një projekt shumë i mirë, grandios, për një arkitekte, ku për fat të keq nuk u realizua, po nëse realizohet ai projekt për akvaduktin Romak këtu, do t'jetë diçka fenomenal, edhe normalisht se të gjithë do të përfitojmë, se turizmi si deg ekonomike, të gjithë kanë ndonjë përfitim. Përfitim kanë gastronomët, përfitim ka industria tekstile, dyqanet, përfitim kanë dyqanet me këto suvenira që i shesin. Do të thotë se kemi shumë vende që ende nuk janë afirmuar. E tani, nëse kemi Ministrinë e Kulturës edhe të turizmit, punohet këtu sa do kudo, po unë e mendoj se, sipas mendimit tim, duhet të ketë Ministri të Turizmit, vetëm të turizmit, ku Ministria e Turizmit do të merret me këto çështje, afirmim, promovim të destinacioneve të ndryshme. E tani këtu do të ashtoj normalisht se përveç në qytetin e Shkupit, turist guide që është për në Maqedoni, ai ka kompetencat nesër të ligjeron shembull edhe për Ohrin, edhe për Dibrën, edhe për Kratovën, edhe për Krushevën, edhe për Manastirin, si pika më të rëndësishme në hartën gjeografike të Maqedonisë, ku vizitorët duhet të vinë edhe ta vizitojnë. Çfarë mund shohim ose çfarë duan të shohin të këto qytetet e tjera? Pikërisht këtu, tani une e kisha përmendur edhe Dibrën. Dibra, e dini se ka një traditë të madhe, une tash dua të tregoj se emocionalisht jam i lidhur me Dibrën, edhe magjistraturën e kam bërë për Dibrën. Dibra ka kapacitet të madh për turizëm. Pikërisht këtu mundet të zhvillohet turizmi i balneologjisë. Balneologjia është shkenca për banjat, për turizmi shëndetësor. E tani, prapë them, në hartën e Europës, banjat e Dibrës janë banja më shëruese sipas ujrave në Europë. Pastaj, përveç që mundemi të vizitojmë banjat e Dibrës edhe qytetin e Dibrës, mundemi të vizitojmë edhe Ohrin, si qytet i UNESCO-t. Qyteti i UNESCO-t, Ohri, ka çka të ofron. Shembull, nga aspekti i turizmit të religioneve, mendohet se sipas asaj që e kam lexuar unë këtu, kemi mbi 365 kisha, që këto kisha datojnë prej shekullit 4-5, dhe këto kisha janë objekte fetare ku njerëzit i kanë
kryer ceremonit fetare. Pastaj, këtu e kemi edhe Plaushnikun. Plaushniku, një ndër universitetet më të vjetra në Ballkan dhe në Europë, se në bazë të asaj që kam lexuar edhe që u tregoj turistëve, këtu universiteti më i vjetër është vetëm në Istanbul edhe në Maroko. E tani, përveç që e kemi Plaushnikun, e kemi edhe liçenin e Ohrit, një prej liçeneve më të vjetra sipas formimit në botë, dhe Parkun Nacional Galiçica. Normalisht se kemi kapacitete turistike ku shembull turistat i dërgojmë deri në Shën Naum, pastaj te burimet e Drinit të Zi. Gjithashtu e bëjmë një agjendë shumë të mirë për vizitorët që na vinë nga jashtë. E tani, tregova për Ohrin, pastaj edhe Krusheva. Krusheva është qytet turistik, thjesht muzej, qytet muzej, ku këtu normalisht unë ju tregoj edhe për historinë e shqiptarëve që kanë marrë pjesë në kryengrytjen e Ilindenit, se shumica shembull nuk kanë dëgjuar për Gjeorgji Çaçe. Edhe tani unë ju tregoj se edhe kryengrytja e Ilindenit është kryengrytje që ne pikërisht si shqiptar kemi marrë pjesë këtu. Ministri i parë i mbrojtjes ka qenë shqiptar, Gjeorgji Çaçe nga Korça ka qenë me funksione të ndryshme në atë republikë. Kur e përmendi Krushevën, këtu kemi ski qendër. Pastaj mundet të them se këtu në qytetin e Krushevës mbahet edhe botrori në paragliding, që çdo vit mbahet këtu. Qyteti i Krushevës gjendet në një lartësi mbidetare më të madhe në Ballkan. Kemi çfarë që tregojmë. Tani kur e përmenda prap Krushevën, them se në Krusheva është e njohur për llokumin. Llokumin më të mirë, dhe tani nga aspekti historiko-gjeografik duhet ne ta lidhim edhe me kuzhinën, edhe me përgatitjet tradicionale, ajo që është shumë e rëndësishme. Pastaj normalisht manastiri, qyteti i alfabetit, qyteti i reformatorit të madh Mustafa Kemal Atatürk, që e ka mbaruar shkollën këtu. Më tepër turist nga Turqia vinë këtu për ta vizituar, të themi Shirok Sokakin, si e quajnë Shirok Sokak, edhe ta vizitojnë shkollën ku e ka mbaruar edhe Mustafa Kemal Atatürk. A kuriozitet është se babai Mustafa Kemal Atatürk ka lindur në Kocxhaxhik në Dibër. Babai, a Kemal Atatürku ka lindur në Selanik. E tani turistat që na vinë nga Turqia e vizitojnë Selanikun, pastaj vinë në Shkup, pastaj i dërgojmë në manastir, edhe ashtu. Në përgjithësi, nga cilat vende kemi vizitorë më të shpesht? Këtu, t'ju them drejtën, në Maqedoni, vizitorë më të shpesht kemi nga Turqia, por edhe nga lindja e largme. Pse them unë nga lindja e largme? Se këtu në kohën e fundit na vinë turist nga Kina, nga Tajvani. Ne i presim, do me thanë, ose në Sofje, ose në Stamboll, edhe pastaj i dërgojmë një Balkan Tour, se ata janë ashtu kureshtar për ta shikuar Ballkanin, ose ish shtetet jugoslave. E tani, duke filluar prej Kosovës, Prizrenin, pastaj Shkodra, pastaj shkojmë në Podgoric, Budva, Dubrovnik, Kotor, Tivat, Porto Montenegro, shkojmë në për magjistralen e Adriatikut, edhe normalisht deri në Pula, Zagreb, Ljubljana, Beograd, Sarajev, Mostar. Do të thotë se ka çka të shifet në ato i shtete të Jugosllavisë ose Balkan Tour, edhe normalisht pastaj ose shkojmë ka Kavala, ose shkojmë ka Sofia. Po, prap ju them se më tepër kemi turist nga Turqia,
Kemi turist edhe nga Europa, normalisht kemi Polak, kemi Frances, kemi Gjerman, edhe e rëndësishme është se ne si shoqat të turist guide-ve edhe shoqëruesve turistik, ne kemi njerëz kompetent që flasin në gjuhën e tyre. Shembull, tash vinë gjermanët, ne duhet të përgatitemi kjo tur që u tregova unë të shpjegohet në gjuhë gjermane. Domethënë nuk kemi vetëm në gjuhën angleze, kemi për secilin gjuhë. Nuk kemi vetëm në gjuhën angleze, ne kemi në gjuhën frenge, gjermane, italiane, spanjolle, polake, do të thotë kolegët e mi janë ata që janë edhe, të themi, poliglota, që flasin më tepër gjuhë ose kanë pasur ndonjë eksperiencë në të kaluarën, dhe ata këtu normalisht se i marrin turistët edhe turistët kur ju flet në gjuhën e tyre, ata e ndjejnë vetëm pak më ndryshe. Besoj po ashtu dhe gjitha vendet që përmendë rreth Ballkanit duhet të jesh sa më mirë informuar edhe po ashtu të kesh informacione të sakta, apo jo? Ashtu. Me qënë se lam pas periudhën e festave, kaluam dhe festat, qoftë ne që ikim në për Europë, ndoshta ose kudo në botë, po edhe ata që vinë tek ne, kemi preferenca? Shikoni, kemi shumë. Tani une do të filloj prej shteteve fqinje këtu, afër e kemi Greqinë, në vijë ajrore geografikisht, se njëkohësisht jam edhe geograf, në vijë ajrore Greqinë e kemi 60 kilometra në vijë ajrore. E tani, duke e marrë parasysh se ne nuk kemi probleme me viza si kishin kosovarët, ne çdo të premte dhe të shtune e vizitojmë Selanikun. Një shembull konkret tani për festat, Selanikun unë e vizitova me familjen time, edhe Selaniku ishte si një metropolë në Europë. Në Europë, pikërisht në Europë, e tani përveç Selanikun, ne kemi edhe vende tjera në Greqi që gjatë festave mundemi ti vizitojmë, ato janë Lutraki, këtu kemi banja, ujra termale, pastaj Meteori, shkëmbinjët si Këpurdha, ku këtu është gjiruar edhe filmi James Bondit. Pastaj këtu i kemi edhe Trikalla, Trikalla është një vend ku bëhet një bazar për fëmijë, dhe gjatë dimrit edhe para festave, do të thotë krishtlindjeve katolike, është shumë interesant për t'i dërguar fëmijët atje dhe për t'u argëtuar. E kemi edhe Kavallën me Dramën, si top destinacione për vitineri. E tani në rajon këtu, gjatë dimrit, normalisht se vizitohet Bansko, Borovec, Pamporovo në Bullgari, vizitohet shumë Tirana, pastaj Durrësi, Shkodra, Elbasani, Berati, nga turistë Maqedonas, që shkojnë atje edhe tani ata, të themi, ju vjen çudi si atje është më ndryshe se tek ne, në mënyrë të organizuar flas. Se organizimi është shumë më i mirë në Tiranë, në Elbasan, në Shkodër, në Durrës se tek ne. Edhe normalisht se ajo që është e mirë më tërheq. Turistët Maqedonas shkojnë atje, pastaj në rajon këtu flas për një turë që është shumë interesante, Budva me qytetin e vjetër të Budvës, pastaj këtu e kemi Kotorin me qytetin të vjetër, e kemi Perast me ishujt, e kemi Dubrovnikin ose Raguza, që normalisht është prej 10 destinacioneve më të vizituara në botë, një Dubrovnik flas. E tash, normalisht se une kur i marr turistët edhe kur i dërgoj në Dubrovnik, u a them edhe historinë se Dubrovniku ka edhe një histori i lire, që unë nuk e mohojnë as turist guide-at kroat atje, e tregojnë edhe këtë e tregojnë. Normalisht Mostari është i mirë, Sarajeva, Ljubljana, Zagrebi, kemi edhe destinacione më të largëta, unë e kam dërguar edhe turist për Venedik, Verona, Milano, Como, Lugano, pastaj Budapest,
kemi destinacion të mirë që ka çka të shifet, Bukuresht, do të thotë se përveç shtetjeve fqinjë, agencionet bashkëpunojnë edhe me këto metropola që në Europë kanë çfarë të tregojnë për turizmin. Çfarë ju bën më së shumti përshtypje vizitorëve tek ne? Nuk flas vetëm ndoshta nga fizikisht lokacionet ose historia, apo në përgjithësi ato përshtypjet në fund. Tek ne turistët një çfarë vëren se jemi mikpritës. E para, e dyta, shumë e dojnë kuzhinën tonë, kuzhinën ballkanike, që të themi është një mix, se dy, kur t'i pyesish çfarë keni konsumuar sot, çfarë keni ngrënë sot, edhe ata normalisht i përmendin qebapat e qarqisht, pastaj përmendin fliën, pastaj përmendin ajvarin, specat. Normalisht ju pëlqen kuzhina, por kanë edhe vërejtje nga aspekti ekologjik. Kanë vërejtje nga aspekti ekologjik që ne me të vërtet duhet të punojmë në pikat që janë më kritike me institucionet kompetente, të bashkëpunojmë edhe mbeturinat, të selektohen ose të janë në vend të duhur, të pastrohen monumentet, ashtu që kanë edhe të mira që ju bie në sy, po kanë edhe të këqija se ata presin diçka më tepër, presin, po ne tani mundohemi që këto anomalia që i kemi ti lam anash edhe normalisht ta afirmojmë shtetin ton, qytetin ton në mënyrë më të mirë. Po ja afrohemi fundit të bisedës, gjithsesi do doja të dija nëse ka ndonjë vend ose shohim ndonjë vend në rritje e sipër, që po tërheq ndoshta këto kohë të fundit vëmendjen e vizitorëve ose që presim ndoshta të bëhet një pikë futuristike. Po e keni fjalën për Ballkan apo në përgjithësi? Në përgjithësi, kudo që ndoshta kemi parë ose shohim. Shikoni, në përgjithësi tani më tepër njerëzit shkojnë e vizitojnë Zanzibarin, në Suaza botrore flas për turizmin, e vizitojnë Mauritius, do me thonë më tepër shkojnë tash kah Afrika. Nuk është ajo tash Maldivi si ka qenë përpara, ose Dubai. Unë e them tash Seychelles, Mauritius, Zanzibar, Komori, Madagaskar, njerëzit kanë oreks për të shkuar atje, edhe për ta vizituar këtë vend. Për Afrikën flas, për Amerikën e mesme, normalisht se magnet si vend turistik ende është Kuba, dhe ka agencione të shumta edhe nga Maqedonia, edhe nga Serbia që organizojnë për të shkuar atje. A top destinacion për momentin është Malta edhe Qiproja, që në të kaluar njerëzit nuk kanë shkuar pikërisht për vitineri, nuk kanë shkuar se nuk kanë pasur, të themi, link, a tani kohën e fundit Malta është top destinacion edhe Qiproja. Unë një falenderoj shumë që gjetët kohë dhe mundësi t'jeni sot me mua, vërtet në si që u kisha, bisedë shumë informative dhe shumë e këndshme, uroj ritakohemi sërish. Faleminderit për ftesën, urime festat, të shifemi për të mirë. Faleminderit shumë. E tash të dashur, kaq dhe për sot, ju uroj një pazite sa më të këndshme dhe po ashtu vikend këndshëm, ne rishihemi sërish herën e ardhshme deri atëherë mirëmbëjtje.